Gjithashtu me në sot në studio Rezard Dabulla, ish futbollist, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit. Fatmirësisht themi Tirana Dinamo 2-0 këtë herë. E tha mirë Sulçaj që jemi në zonën frigorifer, po shqyr nuk ishim ngrirje, e kemi dalë ke freskusje të është. Po presim kur të mbaroj se si do mbaroj ndeshjen tjetër. Pse ke frikë? Po sigurisht që ka frikë. Po pse? Tirana sot mundi Dinamo, që do kesh frikë? Besën me Pogradecin? Me Dinamo të pa motivuar, kishe kapë objektivin me problemet e lojtarëve, jo... Rotacioni, pa. Nuk e unë se quaj si ndeshje, për mua. Nuk e quaj si ndeshje, ishte ndeshje tamam servitore. Të piku morën, në rregull pra piku të morën, shqyqyri që i morën, ato piku të shpresojmë javën tjetër. Vjojmë prezantimin me Ajsi Murati, trajnere në Matrix Fitness Center. Mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë mbrëma dhe mirë se ju kam gjetë. Mirë. Dhe kënaqësi të jem këtu sërish me ju, edhe patjetër që të flas për... Qa thëmë futbolistët, vinë andej në gjikë të Matrix, bëtë vinë, Po. Se jere rahat atje, kipi kafe, parkim, shikoj gjithë Tiranën, qendër jenë zemër, shpimet lira, kushtet luksoze. Prandaj ish lojtarët e Tan Mehmetit vinë atje, përshëndetje zoti Mehmeti, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Qa të bëri përshtypje sot? Për qenë si qartë, më ka bërë përshtypje fitoria e Bylisit, tregoj forcë karakteri, skuadra e Bylisit për mua ishte surpriza sot, sepse duke pas parasysh që edhe përgëzoj dhe trajnerin Genti Mezani, sepse ishte një ndeshje shumë e vështirë, mendoj unë, por mënyrën se si e interpretuar në lojën, me një presion të jashtëzakonshëm. Atë ndeshje pesa, çfarë shikoje? Isha po thuaj se e çoja shpeshherë edhe tek Partizani, edhe tek Skënderbeu Byli, sepse të dyja ishin shumë interesante, po më pëlqeu grinta dhe mentaliteti. Po nuk parën deklaratë të Nesti Gjokës u largua nga stadiumi, nuk e di shenjë divorci është kjo, nuk e di çfarë donte të jepte me këtë trajneri Skënderbeu që nuk doli në konferencë për shtyp. Okej. Gjithashtu Ditmar Bica me në sot në studio, trajneri ekipit të Burrelit. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit. Po për ty Ditmar, cila ishte surpriza e kësaj jave? Surpriza gjithëve ka qenë Bylisit. Shkoi në Korç, fitoi, siguroi qëndrimin në kategori, do thotë forcë karakteri, fitore me shumë merit, një bravo e madhe, presidentit, trajnerit Mezani, futbollistëve. Kështu që komplimenta, më vjen shumë keq për Skënderbeun, Bylis ndjek dhimbje, sepse kam qenë atë qytet për 5 sezone dhe doja me mishë me shpirë që të qëndronte, por e kishte ekipin Skënderbeu për qëndruar? Kur kundërshtari e meriton, du t'i japësh dorën, kështu që Bylis i meriton komplimente. E kishte ekipin? E kishte ekipin, në bazë atyre lojrave që ka zhvilluar, sidomos në 6 javë dhe fundit e kishte ekipin, por në takimin më të rëndësishëm sot tregoj që Ne këtu në studio tashmë e bëm një përmbledhje saj për këtë javës të 36 të kategorisë superiore. Megjithatë, për një pasqyrë dhe një rezume më të qartë, ndjekim kronikën e përgatitur nga kryeredaktori jon Drilon Xhepollari. Partizani fitoi një ndeshje për zemra të forta duke mundur 2-0 në epilog të superiores Elbasani në stadiumin Arena e Demave dhe siguroi vendin e 4 që të dërgon në Final Four. Një ndeshje mjaft e bukur u zhvillua në kryeqytet ku u luftua fort në çdo sekondë të saj, ndërsa nuk mungoi as tensioni. Fitoi edhe ekipi tjetër i kryeqytetit, Tirana, që mundi në derbin e vogël 2-0 Dinamo në Rogozhin dhe i shpëtoi rënjes direkt nga kategoria. Gjithsesi, Bardhë Blu do të luajë në play-off me fituesin e çiftit Besa Pogradeci për të qëndruar në elitë. Ndërkohë, Bylis i arriti një fitore signifikative në Korç duke tronditur Skënderbeun në Gjokës dhe siguroi qëndrimin në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Ekipi drejtuar nga Gentian Mezani fitoi me shifra 2-1 ndërsa nga minuta e 75 luajti me një lojtar më pak për shkak të kartonit të kuq të Kane. Laçi nuk arriti të befasoj Vllaznin duke barazuar 1-1 në Shkodër dhe pas afro 2 dekadash kthehet në kategorinë e parë, ndërsa pika i mjaftoi ekipit të Bërdarich për të mbajtur vendin e dytë në kampionat. Në javën e fundit befasinë shkaktoi Teuta që mundi në Durrës 2-1 Egnatian, megjithatë Rogozhinasit e mbyllën kampionatin në krye duke marrë edhe premion e Federatës. Verdiktet e sezonit 2024-2025 të superiores janë Egnatia vendi i parë, Vllaznia e dyta, Dinamo e treta dhe Partizani e katërti. Automatikisht të katërta ekipet kanë siguruar pjesëmarrje në kompeticionet europiane. Tirana do të luajë në play-out, ndërsa Skënderbeu dhe Laçi në edicionin e ri do të luajnë në kategorinë e parë.